Kupton? Tani, dhe përkundër se kujtoj doktorin, kur doli jashtë shumë i shqetësuar, kushtet tu janë skandaloze, trajtimi këtu thashtë mizor, që bëj atje dhe kërkoi dhe përmirësimin e kushteve, dhe Saliani ishte heroi i momentit. Tani kur doli në fushat, unë kujtova se ky po e bënte begjoja, donte që ta zhvefsonte procesin, dhe shumë po del si kandidat aty për treguar që këtu nuk kemi të bëjmë me zgjidhje. Pastaj kur e pashë ti e kishe seriozisht. Ka i gjë që të shkon këtu. Tani si do hysh seriozisht, topin e ka ai, penalltin e gjunë vetë. Pra është partia e vetë. Ai bëjt zgjidhje sa herë doj. I fiton sa të doj. Ore pronë është gjë e vogël me këto që kanë dalë. Është më shumë se pronë doj. Kështu që në këto kushte, unë habitem si me guximin ti, atje, kush je ti herë, që dele për balësh atje, edhe tenton, edhe të shkon në mënd që mund të bësh betej. Sepse... E mu habitet e... Më falë. Më habitet për pyetjen. Se më vindër mënd, garat e fundit... Më falë. Garat e fundit të Ramës, Ylli, nëse kujton, në parti ka që dyherë me qimetën që si jepte formularin, dhe herën e tretë ishte me Maqo Lakrori. Po profesori Shkotet pak të Maqo ishte në garë. Për ti bëj pyetjes, si ka për pyetje. Përveç pyetjes, do të bëjë unë i pyetje ty që të përgjigjen të dy pastaj, se kyja ka fotur të gjitha ati pastaj, mbas që ndoli ky, tha, e kaloj të Suelqila, se të Suelqila që të kalojnë të gjithë këta. Do me thënë... Doktori parë. Doktori kalojnë... Kishim me ato e Sueli, ja futën dhe Ergysh. Të gjithë E ka kaluar dhe të Ergysh Agasi, po dhe të Suelqila të parin? Jo, në fillim, ti di gjem, ose ke takuar njërë... Duke qenë tek burgu i Firit, normale që me gjitha ta ka qenë atje brandës, më thash, me këtë rritë atje. Tani, mbrapa, kjo pjesë e Suelit, se kjo është është bërë qesharake, miles para disa vite që pa të thirje që ore dil dhe thoj me kije, sepse gjitha akuzoni njëri tjetrit. Pra, gjitha palët... Me Partinë Demokratike ka qenë në njërë? Ore akuzohej në atë ko, Zoti Berisha akuzote Zotin Bardhi, që kishte bërë marrëveshje me Suelqelën, në zgjedhjet 2021. Zoti Bardhi doli e tha është Sali Berisha që ka bërë marrëveshje me Suelqelën. Tani, nga krau tjetër, akuza bëj që Sueli dilte meta dhe Sueli ka lidhe me Ramën. Se gjithë problemi ishte në pasan. Ore, ky me këj ishte, se se gjenim do të me këj ishte në. Me këj kishte dhe muar praktikisht. Suelqela, dilte me të gjithë. A në fakt e kishtë një muar në i qikë gjithë, kupton që mendonte që do shpëtonte. Pa i hengri nga të gjithë. Ore, tia ke qenë njërë të Suelqela, më Allah se... O Ylli, ta mbaroj pyetje, se këtë do t'i bëj. Pyetje në ti dhe... Tani, kur u implikua Zoti Saliani me Suelqela? Pa prit mazi, u implikua kur u delegua në qarkun e Elbasan, para se ta arreston. Pas ke ngren. Por, informacioni që ky u përfshi me ata, doli mbasi ky, doli nga burgu. Tani, ja ku je zotri, na thoj se është e vërteta. Ke lidhje me... Mos qeshtë, unë... Shiko, unë jam gjykim, ja për atë punë, po ti mos qeshtë aty, se u s'flas do të i bje që rëndoj pozitën time. Ti ke qenë i deleguar në Elbasan? Si fillim. Ta mbaroj dhe pyetje. Pra, ke lidhje me zotri në fjalë? Me Zotin Qelas është narratia, është kapur dhe është organizata me madhe tani. Së dyti, nëse s'ke lidhje, a ka lidhje Zoti Berisha dhe çfarë lidhje s'ka, nëse ka. Sa ishtë denoncuesi më i madh i Suelqelës, si njeri që bashkëpunon me Edi Ramën që ka prishur proceset zgjedhore, gjitha. Pra, ndajni mendjen këtu, ku do ta çoni atë? Shko, ja da them tani, s'pari... Se mbas është duke na paraj, se s'është arrestuar. S'pari njerë, po edhe... E bënë një deklarat publike, dhe ai nese kur vetë shtypi. Ka televizor, ndiqen emisionet, se nuk është se gje më pakt. Tani, s'pari njerë, po bëj autokritik, më falë një shok që ka marrë këtë guxim, që du demokraci, që Partia Demokratike e quaj aset publik. Por e Partia Demokratike është aset publik, zotre. Kjo narrativa që është pronë, po ta ketë, ty aty pronar, janë antarët e Partisë Demokratike aty. Ky është përfitues, është uzurpator. Ky po përfiton nga sakrificat tjerëve. Po ti nga të ronë ma jo, aty si Babamondi, mo deri sa ndronë njëta, si të bëj Babamondi tani, të bëj një referendum mes babalarve, që është ai... O zotri, në fundjavë do t'jem prap në takime me demokratët e Tiranës. Do vi tani në fund, pra, do vi tani. Se teorikisht ke drejte, po s'ka teori e dyta. Tani unë po e kuptoj sepse Sali Berisha më ka çuar në Elbasan. Po, atë ka çuar Berisha në Elbasan. Ja, pra prit se po ta the, ama pyete, do të përgjigjem pak. Fiksoj Ylli, se është e rëndësishme kjo. Ja, po ja u them. Unë kam pasur rezultat shumë të mirë në Korçë. Po, ishte qarku juaj. Kam marrë thuajse 10.000 vota personale dhe kam fitu në zonën që mbuloja, se si isha as drejtues. Kam dalë fitues bashkë me ata
zotrin në Kavaj në 2023-shin. Par pritmas, unë shkova as Korç, as Kavaj, se unë me logjik doja t'isha në Korç, apo jo? Zona ime elektorale, ose në Kavaj që kisha fitu, se do të kisha më të lehtë me ekipin që ishte ndërtuar. Zotria më çoi në Elbasan. Tani e kuptoj unë pse. Po ndoshta ka menduar që ke lidhje me. Jo, atëherë u tha që Sueli, u tha që Sueli kishte kërkuar Ervinit, sepse i deleguari Qarku kishte thyer Hersin, që vetëm deputeti opozitës si theu Hersin. Dhe ai u çuan në Shkodër dhe bëri përshtypje që pse pikërisht Aliani u çuan në Elbasan. Dhe pas ka çuar vetaj. Donë t'ja u them, unë jam dërguar nga Sali Berisha, nuk e di çka ka pas në mend, por di t'ju them këtë gjë. Çdo njeri që unë kam takuar deri në nëntor të vitit 2025, kur kam nisë lëvizjen, e kam takuar me porosit Sali Berishës. Dhe për llogariti, se unë për atë punoja, për Partinë Demokratike, ai ishte kryetari, çdo njeri. Tani t'ju them. Domethënë po ke takuar Suelin ti ja futet Saliu tani. Tani t'ju them një gjë me seriozitet. Mos je i gënjur o zotëri edhe. Them një gjë me seriozitet tani. Ore mos je i gënjur edhe se di fare. Po ta them pra që çdo njeri që kam takuar deri në nëntor, e kam takuar me porosit Sali Berishës për llogariti dhe për në ndihmë të tij, se ai ka qenë kryetare. Tani unë me këto budalliqet ati nuk merrem, por ditë ju them një gjë, që është shumë serioze. Se merren me njerëz gjithandej. Ore, kush ja ka vjedh votat, cili bandit ja ka vjedh votat Sali Berishës te Insia 8 në Tiranë? Tani në 2025-ën. Cili bandit ja ka vjedh Sali Berishës Po thuaj tani mos e bëj si rebus tani drejtaj. Po ku ka zotri ka humbur se është i papranueshëm për shoqërinë me këto gomarliqe që thot tani, ç'a do bëjmë teatr kodna. S'ka bandit. Ç'a lidhje ka, kush ja ka vjedh te Insia 2? Kush bandit ka qenë te Insia 1? Partia Demokratike që duhet ishte avangardë, duhet fitonte në qendrat urbane, çdo qendër urbane. Kush e ka humb në mes të qytetit të Durrësit? Kush e ka humb Sali Berishës në mes të qytetit të Korçës? Krimi organizuar vëlla. Po ç'a do bëj? Ka denoncuar Berisha tani. Ka thënë krimi organizuar. Partia Demokratike ka hyrë në procesin e fundit zgjedhor me një avantazh që nuk e thot. Në 2021-shin ne të gjitha që përmenden i kishim në përkëmb. Mbas 2021-shit, zgjedhjet e 11 majit, ti këtë në Elbasan e ke në kërkim, atë të Durrësit e ke në kërkim. Vagjush Dakon u dënua, Erion Veliajn e ke në burg, Ballukun e ke me proces penal, Sajmir Tahirin në burg. Të gjithë ta që kishin influencë elektorale, erdhi Spaku dhe të bëri avantazh. Ky zotria ka humb 300.000 vota thuajse në krahasim me 2021-shin. Tani në vend bëj analizë këtu, pyetja tjetër, se ti e nje, a ka zonë më ndjes se janë qytetarë të jashtëzakonshëm, po themi me qytetari e me profil të jashtëzakonshëm në Krujë, Fushkruj. Por a mbahet si thuajse Akademia e Krimit, a është zona problematike në Shqipëri? A fituam në atje? Pse fituan? Kishte 2 kandidatë rinj, Aulonin dhe Andjan, dhe kanë marrë vota sa për 2 deputet. Pse nuk bëjmë një analizë në reale se si fitohet, se u tha do bëhet analiza në parti. Ku është kjo analiza, zotëri, që të bëjmë një analizë pse u fitu atje, pse u fitu në qarkun e Lezhës? E kine parë ju, e dini ju që edhe ai zotëria që ishte drejtues politik, se i urren intelektualët këy, nuk para po e nxjerr. Ai tjetri që ka dalë deputet Piroli me vota të hapura, e keni parë të dalin në një vend ju? E keni parë në njerë ju, ja se do të them tani, e keni parë ju në njerë dali drejtuesi politik i Kuksit, Flamur Hoxha në Seline, në emër të Partisë Demokratike? E keni parë ju në njerë dali Fideli që ka dalë me votë të hapur në Korçë? Se për 200 vota vinte 3 dhe Korça. E keni parë ju të dali ky Ariani Durrësit? Ai urren fituesit zotëri, se i rrëzoi narrativën. Sali Berisha godet çdo fitues dhe përjashton çdo intelektual. Sepse duhet kanë alergji